Lavdëroni Zotin, se është I mirë. Alleluia. Data 6 gusht është një ditë e veçantë për ne të krishterë ortodoks, siç edhe e kremtuam sot në kishat tona, sepse është një ditë e kremte zotërore, do me thënë e kremte kushtuar Zotit tonë Jezu Krisht, është një nga 12 të kremtet më të mëdhaja të vitit liturgjikal dhe quhet metamorfoza ose përkthehet në shqip shpërfytyrimi I Zotit. Është mirë që të ndalojmë tek kjo ngjarje e madhe që na përshkruajnë ungjillit sinoptik, ungjilli sipas Mateut, sipas Markut dhe Lukait, por dhe apostull Petro e shkruan në letrën e tij, dhe kjo është një ngjarje që nuk ka të bëjë vetëm me Zotin Jezu Krisht, por ka të bëjë me gjithë njerëzimin, me ne njerëzit. Prandaj është e rëndësishme që neve të ndalojmë. Do të lexojmë 2 pjesë nga ungjilli sipas Mateut dhe Lukës dhe pastaj do përpiqemi t'i komentojmë dhe të hymë më thellë teologjikisht për të kuptuar domethënien e kësaj ngjarje. Tek ungjilli sipas Mateut na thuhet se mbas 6 ditësh Jesu I mori me vete Petron, Jakobin dhe Joanin, vëllain e tij, dhe I çoi mbi një mal të lartë në vetmi dhe u shndrua përpara tyre, dhe fytyra e tij ndriste si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja u shfaqi atyre Mojsiu dhe Elia duke biseduar me të. Atëherë Pietri duke marrë fjalën I tha Jesuit: Zot, është mirë të jemi këtu, po të duash të bëjmë 3 çadra, një për ty, një për Mojsiu, një për Elian. Ndërsa ai fliste ende, ja një re plot dritë I mbuloi, dhe ja nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im I dashur, në cilin gjeta pëlqimin, dëgjojeni. Dhe dishepujt sa po dëgjuan këtë ranë me fytyrë përdhet dhe I zuri një frikë e madhe. Dhe Jesu ju ofrua I prekull dhe tha: Ngrihuni dhe mos keni frikë. Dhe ata kur I çuan syt nuk pa njëri përveç Jesuit vetëm. Kurse tek ungjilli sipas Lukait përsëri na flitet për shpërfytyrimin ose metamorfozën e Krishtit, dhe edhe aty na tregohet se si Krishti u shpërfytyrua. Më konkretisht e kemi te kapitulli 9. Dhe ndodhi që afërsisht 8 ditë mbas këtyre fjalëve, si mori me vete Petron, Joanin dhe Jakobin, u gjit në mal për të lutur. Dhe ndërsa po lutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi, dhe veshja e tij u bë bardhë dhe e ndritshme. Dhe ja, 2 burra po bisedonin me të. Ata ishin Mojsiu dhe Elia, të cilët u shfaqen në lavdi dhe flisnin për largimin e tij nga kjo jetë që do të kryej së shpejti në Jeruzalem. Por Petro dhe shokët e tij ishin rënduar nga gjumi, por kur zgjuan plotësisht pan lavdinë e tij dhe ata 2 burra që qëndronin bashkë me të. Dhe ndodhi që ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Petro I tha Jesuit: Mjeshtër, por ne është mirë të rim këtu, le të bëjmë pra 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun, një për Elian, pa ditur se ç'thoshte. Por ndërsa po flisin kështu, erdhi një re që mbuloi me hijen e vet, dhe dishepujt I zuri frika kur hyn në re. Dhe erdhi një zë nga reja duke thënë: Ky është biri im I dashur, dëgjojeni. Ndërsa u bë ky zë, Jesu u gjet vetëm. Ata heshtën dhe në këto ditë nuk I treguan askujt asgjë nga ç'kishin parë. Pra, kjo është ngjarja që neve të krishterë ortodoks kremtojmë, përjetojmë në datën 6 gusht, që quhet edhe në frazeologjinë popullore fetare ortodokse shënsotiri. Shënsotiri nuk është një shenjë, sepse disa e keq kuptojnë, nuk ka të bëjë me një person. Shënsotiri do të thotë shpëtimtari, dhe është pra dita e shpëtimtarit e Zotit ton Jezu Krisht. Por le të dalemi dhe të flasim pak më thellë teologjikisht për këtë ngjarje hynore të shpërfytyrimit të Krishtit,
ku fytyra e tij u bë si dielli, më e fortë se dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si bora dhe më të bardha, por nuk gjendet fjalë që të përshkruhet ndriçimi i fytyrës së tij dhe bardhësia e rrobave të tij. Pra, është e pamundur nga ana racionale, njerëzore, të përshkruhen, prandaj edhe autorët ungjillorët kanë shkruar aq sa ata mund ta shprehin në formë njerëzore. Shpërfytyrimi i Krishtit vjen nga fjala metamorfoz. Metamorfoza vjen greqisht, që do të thotë ndryshim pamje, kalim pamje, te kalim i pamjes. Krishti u shfaq tek bota në pamjen e një njeriu. Dhe tek apostujt, ata e shikonin atë thjesht si një njeri. Pavarësisht se ai fliste se unë jam drita e botës, unë jam i barabartë me Atin, pavarësisht se ai bënte mrekulli, shëronte të qalë, të verbër, ngjallte të vdekur, gjëra që vetëm Perëndia mund t'i bëj, ose shëronte lebroz, nxënësit, edhe pse rinin për gati 3 vjet me Krishtin, pra flasin për apostujt, nuk arrinin do të kuptonin se ai ishte fjala e Perëndis, biri i Perëndis bër njeri, bër mish. Dhe Kisha ortodokse e kremton këtë të kremte dhe e konsideron si zbulimin më të plot të lavdisë së Krishtit para kryqit, sepse kjo ngjarje ndodhi 40 ditë para se Krishti të shkojë të kryqëzohet. Kjo ngjarje, pra e shpërfytyrimit të Krishtit përpara nxënësve në një mal që quhet Mali Tabor, dhe sot e kësaj dite ky mal në Izrael, nuk e ndryshoi Krishtin, pra ai nuk ndryshoi. Por u ndryshua mënyra se si apostujt e pan Krishtin. Deri në këtë moment ata e shikonin thjesht si njeri. Tani që Krishti u shpërfytyrua dhe tregoi një reze të lavdisë së tij hyjnore, të dritës së pakrijuar, të energjisë së Perëndis, ata kuptuan se ai nuk është thjesht një njeri. Është Zoti njeri. Prandaj dhe Kisha në këtë ditë me teologji këndon: u shpërfytyrove në mal o Krisht Perëndi dhe u tregove nxënësve tu lavdin tënde, aq sa mund ta përballonin. Çdo me thënë aq sa mund ta përballonin. Perëndia si dritë e pa krijuar është e pamundur për ta parë. Prandaj dhe ëngjëjt në qiell, dhe siç na thuhet te shkrimi i shenjtë serafimet, që janë qenie shumë fuqishme dhe të shenjta angjëllore, që janë me 6 të krah, ata me 2 krah fluturojnë. Me 2 krah mbulojnë këmbët e tyre në shenjë përurësie dhe me 2 krah mbulojnë fytyrën e tyre që mos shikojnë, mos të verbohen nga drita që del nga froni i Perëndis. Aq më tepër ne njerëzit nuk mund të shikojmë Zotin. Ne nuk shikojmë dot diellin, që është një disk, një lëmsh i zjarrt, me energji bërthamore, që nuk e shikojmë dot drejt për drejt. Shikojmë vetëm dritën e tij, rrezet e tij, ose me këto mjetet mbrojtëse. Por ta shikosh diellin drejt për drejt, verbohesh. Sa mundet ne mund të shikojmë dritën e pakrijuar të Perëndis, që në mënyrë simbolike thotë 7 herë më i fortë se dielli. Kështu që kur Krishti i ndriçoi fytyra, dielli u err, e humbi dritën dhe nuk ishte më dielli, por duke vetëm drita e Krishtit. Dhe kjo dritë nuk është një dritë e krijuar si drita e diellit, është dritë e pakrijuar. Është drita e Perëndis. Dhe Krishti është biri i Perëndis, i lindur prej Atit përpara gjithë shekujve, dritë prej drite. Krishti u zbuloi apostujve lavdinë e tij si Perëndi. Aq sa ata mund ta pranonin, aq sa ata mund ta shikonin. Në qoftë se ne lexojmë përsëri në shkrimin e shenjtë, Mojsiu ishte në malin Sina dhe atje Perëndia shfaqej me vetëtima, me bubullima, me një re të errët. Pasi Zoti foli me Mojsiun, atëherë Mojsiu dëshironte të shikonte fytyrën e Perëndis. Dhe Zoti thot, është e pamundur të më shikosh mua, thot,
ballë për ballë dhe ti të mbetesh. Sepse nuk mund të jetosh dot, nuk mund të jetojë njeriu të shikojë Zotin. Flasim në gjendjen e tij biologjike siç jemi ne dhe në natyrën tonë të rënë siç jemi ne. Prandaj dhe Zoti i tha Mojsiut, unë do të kaloj, thot, dhe do përmend emrin e Zotit, dhe ti do fshihesh tu, thot, në një gur, dhe unë do të vë dorën dhe ti do shikosh vetëm shpinën time. Jo se Zoti ka shpinë. Zoti është shpirt i pastër, por Zoti kur thot do shikoj shpinën, i thot Mojsiut do të shikosh vetëm energjit. Ti nuk mund të shikosh esencën time. Nuk mund të shikosh ti jesh përballë meje dhe të më shikosh mua drejt për drejt në esencën time se kush jam unë në të vërtetë. Këtë asnjë krijesë nuk mund ta shohë. As ëngjëjt në qiell, as njerëzit në tokë. Kështu që Krishti ju shfaqi në malin Tabor apostujve një rreze të lavdisë së tij. Aq sa ata mund shikonin dhe jo esencën asnjëherë se çfarë është në thelb Perëndia. Ky është një mister i padepërtueshëm, por energjitë e Perëndisë. Si ta kuptojmë këtë? Ashtu si dhe neve, si thash, nuk e shikojmë dot diellin, por ne shikojmë dritën dhe rrezet e tij që vinë, bëjnë kaq miliona kilometra deri te neve, kështu edhe neve shikojmë energjitë e Perëndisë. Energjitë e Perëndisë janë veprimet e Perëndisë, i cili ai vepron te krijesa. Dhe bëj një pyetje, pse ndodhi shpërfytyrimi ose metamorfoza e Zotit? Ka disa arsye që etrit e kishës son na i mësojnë. E para, për të përforcuar apostujt në lidhje me personin e Krishtit. Krishti kishte thënë apostujve që unë do shkoj në Jeruzalem dhe do të kryqëzohem. Pra, do më japin, do më judejnë, do më mohojnë dhe do më japin në duart e kombeve. Dhe biri njeriut do të shahet, do të përshtyhet dhe do të kryqëzohet dhe do të vdes. Por në tretën ditë do të ngjallet. Apostujt kishin një mendim për Mesian, që përkthehet në greqisht Krisht, si ai do ishte i pavdekshëm. Kështu që kur ta shikonin Krishtin në kryq apostujt, patjetër ata do dëshpëroheshin, do skandaliseshin. E thonin, ne kemi besuar se ky është i pavdekshëm dhe tani ne do shikojmë të vdekshëm në kryq. Që mos të skandaliseshin kur ta shikonin Krishtin në kryq, atëherë Krishti mori 3 nga nxënësit. Jo të gjithë, 3. Petron, Jakovi dhe Johani, siç e dëgjuam, dhe i mori në malin Tabor dhe atij i tregoi lavdinë e tij. Për t'i thënë se unë në kryq kur më shikoni, nuk jam një qyqar që më morën njerëzit edhe më vunë më gozhduan atje. Jo, unë shkova vullnetarisht në kryq, sepse shkoj për të shpëtuar njerëzit dhe vdes vullnetarisht, askush pas ma merr jetën. Pra, ai është Zoti dhe njeriu dhe jetën e dha vullnetarisht në kryq, që me anë të vdekjes së tij të mundi vdekjen, armikun më të madh që ka njerëzimi dhe të ngjallet. Kështu që Krishti gjën e parë që bëri, ju dha 3 apostujve dhe nëpërmjet tyre të gjithë apostujve dhe dishepujve se ai nuk ishte një dispatist, një dështak, por ishte një luftëtar që shkonte përballë vdekjes, pa frikë, dhe kryqëzohej vullnetarisht, vdiste vullnetarisht si njeri, se si Perëndi ai nuk mund të vdes, për të ngjallur si Perëndi njeri. Prandaj, për të treguar se kryqi nuk është një humbje, por është lavdi. Çfarë thot Krishti në një vend tjetër të Ungjillit? Kur ta lartësoni birin e njeriut. Pra, Krishti nuk e shikon kryqin si një shkatrim, si një dërmim, si një humbje, siç thanë ata që kryqëzuan, sepse në kryq kryqëzoheshin njerëzit e mallkuar, njerëzit e ordiner. Prandaj kryqëzuan judejnë dhe romakët që ta turproni Krishtin, por Krishti në kryq ishte i lavdëruar sepse aty në kryq Krishti mundi 3 armiqtan: djallin, mëkatin dhe vdekjen. Shën Grigor Pallamaj shkruan: ai që do të kryqëzohej është po ai që mbushi qiellin me dritë. Një tjetër arsye është për të zbuluar hyjninë e vet. Tham që nxënësit kujtonin se ai është një njeri. Është biri i Marangozit, e Josifit.
që ishte kujdestar. Nuk e dini se ishte biri i Zotit bërë bir njeriu. Shën Qirili i Aleksandris thotë, ai nuk mori atë që nuk kishte, por u zbuloi atë që ishte fshehur në mish. Pra, Zoti unë Jezu Krisht, për ne të krishterët, nuk është thjesht njeri, nuk është thjesht një profet, nuk është thjesht një reformator, një njeri i madh si shton, edhe admirojnë njerëzit, sepse tek ai nuk gjejnë asnjë gabim. Jo, nuk është ky Krishti për ne. Këtë le ta mbajnë heretikët, profetët e rem, fetë e reme. Për ne të krishterët dhe krishterët ortodoks, Krishti është Zot dhe njeri bashkë. Dhe këtë e tregoi vetë ai, kur tregoi lavdinë e tij hyjnore. Pra, tregoi dritën. Prandaj gjithë qendra e kësaj ngjarje hyjnore është që Krishti të tregonte lavdinë e tij të perëndishme. Ai, po ashtu shpirti i shenjtë erdhi si një re e ndritshme dhe u dëgjua zëri i Atit. Ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer këtë dëgjoni. Shën Grigor Pallamaj për dritën që shkëlqeu nga fytyra e Krishtit thotë, drita e taborit nuk është e krijuar, është energji e përjetshme e hyjnisë. Në teologjinë ortodokse bëhet një dallim esencial. Esenca e Zotit, si tham, është e paritshme, energjitë e tij janë të përjetshme dhe komunikohen me njerëzit dhe me angjit. Dhe pse u zgjodh një mal? Në Bibël, mali është vendi ku takohesh me Perëndin. Mbani mend malin Sinai. Në malin Sinai, Zoti foli me Mojsiun dhe dha ligjin. Mbani mend një mal tjetër, malin Horeb. Në malin Horeb, Zoti u takua dhe i foli profetit Ilia. Po ashtu në Karmel, po ashtu kemi Taborin që Zoti u shpërfytyrua. Mali tregon ngritje shpirtërore. Pra, Shën Maksim Rëfysi thot, nuk ngjitet njeriu në malin e soditjes pa u pastruar më parë. Pra, neve që takojmë Zotin duhet bëjmë një ngjitje. Ashtu siç kemi ardhur në kishën e Shën e Premtes, dhe shikoni që këto kisha që janë kisha me ferk, në gjuhën popullore do me thënë që bëjnë mrekulli, nuk janë afër qyteteve, që njerëzit të shkojnë letë, por janë larg qyteteve, madje janë për kodrina, që të shikohen nga të gjithë, por që dhe kur njeriu të shkojë atje të shpenzojë diçka, lodhjen e tij, dëshirën e tij, pra shkon me njetë, si themi, shkon me dëshirë. Kështu dhe që të ngjitemi te Zoti nuk mund të bëhet kaq shpejt. Ka nevojë që të studiojmë shkrimin e shenjtë, ka nevojë që të lutemi, ka nevojë që të pendohemi, ka nevojë që të kreshmojmë, ka nevojë që të marrim misteret e kishës, sepse disa njerëz thonë, po ku është Zoti? Pse Zoti nuk më ndihmon mua? Pse Zoti nuk më ndihmon mua? Zoti këtu është, po ne nuk e shohim Zotin. Zoti këtu është, po ne nuk dim takohemi me Zotin. Zoti këtu është, po ne nuk dim si t'i kërkojmë Zotit. Ashtu si në marrëdhënie njerëzore ka disa kushte. Pra duhet ta thresësh tjetrin në emër, pra duhet ti japësh respektin, pra duhet ti kërkosh me përulësi që të krijosh një marrëdhënie njerëzore dhe të marrësh atë që kërkon. Sa më tepër me Perëndin. Zoti duhet ta thrasësh në emër, Zoti ka emër. Ne thresim Zot, Zot, Zot. Po kush është ky Zot? Jo, Zotin do ta thrash në emër, Zoti Jezu Krisht. Ky është Zoti. Ose Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë. Kjo është Perëndia. Prandaj ne të krishterët nuk themi një Zot pa emër, po flasim në emër Zotit. Dhe diçka tjetër, kur neve i afrohemi Zotit, nuk i afrohemi në mënyrë arrogante, i afrohemi në mënyrë të përulur, lutemi. Pse themi lutje? Ashtu si kërkojmë diçka, ashtu i kërkojmë njerëzve, kërkojmë dhe Zotit. Dhe që të bashkojmë me Zotin duhet në mënyrë misterore, të thotë në mënyrë e mistereve të kishës, siç është pagëzimi, siç është mirosja, siç është pendim rrëfimi, siç është kungimi. Pa i bërë këto, ti nuk e takon Zotin. Ose siç është efqelia për njerëzit që janë të smur, që do të thotë, këto janë mënyra për të bashkuar me Zotin, që Zoti vi tek neve. Nëse ne nuk i bëjmë këto,
atëherë Zoti nuk vjen dot tek ne. Jo se ai nuk do, por sepse këto janë ligjet që ai ka vendosur. Prandaj dhe neve duhet i zbatojmë. Kjo është arsyeja që për të takuar me Zotin duhet të bëjmë një ngjitje, duhet të bëjmë një përpjekje, duhet të bëjmë një sakrificë. Dhe shikoni që në Tabor Zoti tregoi lavdinë e vet. Në Getsemani tregoi përulësinë e vet. Ai mori 3 nxënës, sepse vetëm 3 nxënës kishin arritur shpirtërisht të ishin në gjendje që ta shikojnë Zotin. Jemi këtu shumë njerëz dhe jo të gjithë ka një marrëdhënie njësoj me Zotin. Se sa e ka, nuk e masun dot, e mat Perëndia. Por neve për shembull na themi, pse filanit i ndihmon Zoti, pse filanin i shfaqet Zoti dhe mua nuk më shfaqet, nuk më ndihmon. Jo, Zoti nuk vepron në mënyrë arbitrare me njerëzit, nuk bën dallime, këtë dua, atë se dua. Zoti si një prind që i do të gjithë fëmijët, por jo të gjithë fëmijët e duan prindin njësoj. Prandaj dhe marrëdhënia prind-fëmijë nuk është njësoj me të gjithë fëmijët. Dhe shikoni se mori vetëm 3 nxënës, sepse vetëm këta të 3 kishin arritur në virtute, e donin Zotin. Apostol Petro besonte te Zoti, 100% besonte Krishti. Dhe nuk ishte, se i them, çfarë i thoshte Krishti e bënte. Mbani mend që kur Krishti ishte duke ecur në det me këmbë, mbi ujë, pra çfarë i thot Petro? I thot, "Vi dhe unë", thot, "Hajde", tha Krishti. Dhe nga besimi që kishte Petro të fjalët e Krishtit, dhe ai filloi të ecte mbi ujë. Vetëm kur e humbi besimin, filloi të zhytet dhe Krishti tha, "Pse humbe besim, pse u tregove besim pak?" Jakobi ishte apostull që kishte shpresë te Krishti, shpresonte te Krishti. Dhe do ishte edhe martiri i parë nga apostujt. Johani ishte nxënësi i dashurisë. Prandaj këta të 3 simbolizojnë 3 virtutet më të mëdha të krishtera: besimi, shpresa dhe dashuria. Pa këto 3 virtute ne nuk e shohim Zotin. Nuk arrim dot tek Zoti. Prandaj nuk mjafton vetëm besimi, duhet edhe shpresa, duhet edhe dashuria. Duhet të 3 këto t'i kemi, t'i shtojmë që neve të mund të arrim të takojmë me Zotin. Dhe Zoti të na shfaqë fytyrën e Tij. Dhe në atë mal, u shfaqë edhe profeti Mojsi dhe profeti Eli. Pse u shfaqën profeti Mojsi dhe profeti Eli? Patjetër që u shfaqën sepse jo më kot erdhen. Profeti Mojsi përfaqëson ligjin. Mojsi u mori 10 porosit në malin Sinai, kurse profeti Elia ishte ai që ruajti ligjin. Madje në një kohë shumë të vështirë, kur njerëzit e Izraelit kishin mohuar Perëndin dhe kishin shkuar në perëndi të rreme. Këta 2 profet u shfaqën Krishtit, njëri majtas dhe tjetri djathtas. Por këta të 2 u zgjohen nga gjithë profetët, sepse për treguar se Krishti është përmbushja e ligjit dhe përmbushja e profetëve. Por profeti Mojsi vinte nga bota e vdekurve, sepse Mojsiu kishte vdekur dhe ishte në botën e Hadit. Profeti Elia dim se nuk ka psuar vdekje fizike dhe u mor në qiell me karroc të zjarr, simbolizon të gjallët në Zotin. Dhe Krishti është Zoti i të vdekurve dhe i të gjallëve. Prandaj edhe këtu në Kish bashkohemi bashkë me të gjithë ata që janë të gjallë, por bashkohemi edhe me ata që janë të vdekur. Këto ikona tregojnë se kanë ekzistuar disa njerëz që kanë fytyrë, që tani nuk janë midis nesh fizikisht, por janë të vdekur fizikisht dhe janë të gjallë shpirtërisht. Prandaj dhe në Kish kujtohen të gjallë dhe të vdekur, ose gjua më korrekte është të fjeturit në Zotin. Dhe Krishti pra është Zoti i jetës edhe i vdekjes. Le të flasim edhe për diçka tjetër, reja e ndritshme. U shfaq një re e ndritshme që i mbuloi të gjithë. Çdo thot re e ndritshme. Reja e ndritshme është shfaqja e Perëndis. Perëndia shfaqet si një re. Si një re që ne nuk hym dot, nuk deportojmë dot, nuk shikojmë se çka bën ndar res, vetëm shikojmë ren nga jashtë. Tham që Zoti në esencë nuk kuptohet, nuk njihet. Zoti vetëm mund të vi tek neve me anë të energjive të tij, veprimeve të tij. Dhe reja ndritshme është prezenca e Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo re ndritshme bëri që i mbuloi apostujt, i futi brenda vetes vetë si një avush
Dhe në moment që erdhi re e ndritshme, atëherë u dëgjua zëri që është zëri i Atit. Ky është biri im i dashur, e që kam pëlqyer, këtë dëgjoni. Pra, në këtë moment kemi shfaqjen e Trinisë. Ati që foli, biri që ishte i shpërfituar dhe Shpirti i Shenjtë si një re e ndritshme. Ashtu siç u pagëzua Krishti në lumin Jordan dhe Ati foli nga qielli, ky është biri im i dashur që kam pëlqyer. Biri ishte në lumin Jordan, duke u pagëzuar nga Johan Pagëzori, dhe Shpirti i Shenjtë si një pëllum. Përsëri këtu kemi shfaqjen e misterit të Trinisë. Prandaj, kjo ngjarje quhet edhe shfaqja e Trinisë. Ne besojmë, ne të krishterët, jo se filozofojmë, shpikim, jo ato çfarë na mësoi Krishti me fjalë dhe me vepra, që Perëndia është një, po në 3 persona. Ati, që është pa fillim dhe mbarim, biri i lindur nga Ati përpara gjithë jetëve, Perëndi prej Perëndie, dritë prej drite dhe bën njëri prej Shpirtit të Shenjtë dhe Vigjëreshës Mari, dhe Shpirti i Shenjtë që buron nga Ati në burim të përjetshëm. Kjo është Perëndia. Ati, biri dhe Shpirti i Shenjtë, e cila u shfaq në metamorfozën ose shpërfiturimin e Krishtit. Dhe diçka tjetër, veshja e Krishtit u bë e bardhë. Jo vetëm fytyra ti ndriçoi, por dhe veshja. Pse ndriçoi veshja? Sepse Krishti e shenjtëroi jo vetëm natyrën njerëzore, sepse Krishti u bë njeri, por dhe rrobat e tij. Ai shenjtëroi dhe krijimin. Rrobat simbolizojnë krijimin. Prandaj neve kemi ikona të cilat i nderojmë, se ato vërtet janë për elementi drase dhe me ngjyra, por ne nuk nderojmë as drasën as ngjyrën, por personi që paraqit ikona. Dhe në momentin që puthet ikona, hiri i Perëndis kalon nga ikona tek personi që e përshëndet ikonën. Ashtu si rrobat e Krishtit u bën të bardha nga hiri, nga drita. Ose ne marrim ujin, ne marrim vajin, ne marrim bukën, ne marrim verën dhe i sjellim në kish. Ato transformohen. Buka dhe vera shndrohen në trupin dhe gjakë të Krishtit. Vaji kthehet në efqeli, uji kthehet në ajazmo. Pra shikoni se si dhe natyra shenjtërohet, hynizohet, bëhet, si them, e pavdekshme, e përjetshme. Do thoni juve, shumë po na thua disa gjëra, po kur ne shikojmë një natyrë që prishet, jo, ja t'ju japim një shembull, uji bekuar, neve të krishterëve nuk na prishet. Neve ujin e bekuar të datës 6 janarit, që kemi të bekuar dhe shenjtëruar në kish, nuk prishet, nuk vjen erë, mund ta lësh me vite të mbyllur në shishe dhe ai sikur e ke mbushur sot. Për treguar se aty është hiri i Zotit dhe ku është hiri i Zotit, jo vetëm njeriu shenjtërohet, se Zoti është bërë njeri dhe hynizohet njeriu, sepse bashkohet me Perëndin në Krishtin, por dhe natyra. Prandaj dhe kur vi Krishti për herë të dytë, jo vetëm njerëzit do jenë ngjashëm me Krishtin, do jenë si Krishti dritë, por dhe natyra do jetë e mbushur me hirin e Perëndis dhe do bëhet qielli i ri, toka e re, ku çdo gjë do jetë e përjetshme, e papritshme. Prandaj dhe rrobat e Krishtit u bën të bardha. Kështu pra, shikoni edhe një moment tjetër. E thotë Shën Lukaj, Krishti u shpërfiturua kur po lutej. Krishti si njeri lutej. Si Perëndia ai nuk ishte nevojë të lutej. Por si njeri ai lutej dhe shikonin nxënësit duke u lutur për të dhënë shembull nxënësve, por si njeri ai kërkonte vullnetin e Atit para se të fillonte dita. Agjenta e Krishtit, si njeri ishte çoi në afër agimit, ku i thon 3-4 mëngjesit, dhe bënte lutje deri në agim. Dhe pastaj fillonte aktivitetin. Ai, Zoti dhe njeriu, shikoni se si lutej. Neve lutemi 5 minuta dhe na duket se kemi bërë lutje të mëdha. Lutemi një herë në javë kur vim kish të dielave dhe themi ja e mbarum lutjen. Jo, lutja është e përditshme. Dhe lutja duhet të jetë të fillojë në mëngjes dhe të mbyllet në darkë. Sepse vetëm duke u lutur ne bashkohemi me Zotin. Lutja nuk është vetëm kërkesë, që kur ka mall, unë i lutem Zotit dhe Zoti do të më jap. Jo. Ne nuk po shkojmë në një market këtu dhe po blejmë. Hedhim disa qindarka atje dhe marrim ato që kemi nevojë. Shërimin, shpëtimin, zgjidhjen e problemit. Jo.
Ktu nuk jemi në marrëdhënie tregtare. Ktu jemi në shtëpinë e Perëndis. Por çfarë është lutja? Lutja është bisedë. Ashtu si neve bisedojmë me njëri tjetrin dhe kjo e mban shoqërinë, dashurinë, prindër fëmijë, fëmijë prindër me njëri tjetrin, fëmijët me njëri tjetrin, miq me shok, se komunikojnë. Mendoni mos komunikohet, njerëzit ftohen. Nuk bisedojnë me njëri tjetrin, pastaj largohet dhe dashuria. Biseda me respekt, me nderim dhe marrëdhënia shton dhe mban gjallë dashurinë. Edhe me Zotin ne do të lutemi. Lutja nuk është lodhja. Atë njeri që duam ne rrim bisedojmë gjithkohon, nuk lodhemi, nuk mërzitemi. Duam ta dëgjojmë dhe kemi që dëshirë të flasim. Po pse me Zotin e kemi vështirë? Tregon se nuk e duam. Prandaj dhe na lodh lutja. S'kemi dashuri. Po të kishim dashuri do ngdhiheshim që me natë. Pa kënduar zogjt, t'i jepnim lavdi dhe këngë Perëndis, ashtu si bëjnë murgjit, që e fillojnë lutjen pa cicëruar zogjt. Se dhe zogjt në mënyrën e tyre i luten Zotit, por zogjt janë zogj dhe prap luten. Po ne njerëzit që jemi krijuar sipas ikonës Perëndis, si nuk i lutemi Zotit? Lutja është puna më e madhe, nderi më i lartë që njeriu i bën vetes vet. Komunikon me Zotin. Ore do kishim ne dëshirë të flisim me një mbret, që mbretit na dëgjonte, edhe ne t'i flisim dhe ai po të rinte dëgjonte. Ne të ishim njerëzit më privilegjuar, do kishim bërë dhe foto, do i kishim nxjerrë në Facebook tani siç ka këto, e do mburreshim që u fola me filan mbretin që edhe 1 minutë. Por Zoti, mbreti i qiellit dhe i dheut thotë, unë të dëgjoj 24 orë në 24. Lutu, po bisedo me mua. Por neve nuk lutemi. Krishti kur u transformua. Lutja të bashkon me Perëndin. Si ta kuptojmë këtë? Ku ne jemi pa lutje jemi njerëz thjesht biologjik. Njerëz të dobët, njerëz me dobësi, me mëkate, pasione dhe e keqja ka pushtet tek ne. Prandaj na shtohet e keqja, prandaj rrënkojmë, prandaj zvarritemi. Por provojeni kur luteni gjërat ndryshojnë. Si ta japim një shembull thjesht. Merrni një tel i cili nuk është lidhur me korrentin, me energjinë. Mund ta bësh çfarë duash atë tel, mund ta kputesh, mund ta përdredhësh, po merr telin futen prizë, kape me dorë. Nuk e kap dot, sa i të tutje. Kështu është dhe njeriu kur lutet. Njeriu kur lutet bashkohet me Zotin, energjizohet nga Zoti dhe të gjitha problemet, dhe smundjet, dhe hallet, dhe vështirësitë largohen. Harohen. Dhe njeriu tjetërsohet, shpërfytyrohet nga lutja. Pra, është shumë e rëndësishme kjo. Dhe mund të themi se ne të krishterët ortodoks nuk e ndajmë lavdin ose hirin nga kryqi. Shpeshherë kemi një ide të gabuar që të jemi të krishterë. Sepse mendojmë se duke qenë krishterë ose duke u pagzuar ose duke u lutur gjërat do na vinë fjoll. Nuk do kemi asnjë problem. Dhe skandalisemi në njerëz, themi, si është e mundur? Unë jam besimtar, unë shkoj në kish, unë lutem, unë rrëfem, unë kungohem, prap kam probleme. Kam shëndetësore, kam probleme sociale, kam keq kuptime me njerëzit, më lufton e keqja, po ç'bëhet shu o Perëndi, më ke haruar mua? Ku je o Zot? E keni gabim. Ata që dua, thot Zoti, unë i ra me thupër. Që do të thot, Zoti na do dhe nuk na ka premtuar që do na i bëj jetën autostradë. Jo, Krishti i vet mori një kryq dhe shkoi në Golgotha, që të na hapi rrugën për shkuar në mbretërinë e Zotit. Dhe tha, kush do të vinë pas me, të mohoj veten, të marr kryqin e të më ndjek pas. Nuk ka rrugë për të shkuar në parajs pa kaluar nga kryqi. Prandaj, sa më shumë hir marrim, aq më shumë kryq do kemi. Ato vijnë në mënyrë proporcionale. Prandaj mos u çuditni më këtë. Kur përparoni në jetën shpirtërore do keni edhe luftë nga djalli. Mos kujtoni se Zoti ju ka braktisur edhe e keqja ju ka sunduar kur keni një problem. Përkundrazi, kur nuk ju vret ndërgjegja, kur nuk keni mëkat dhe keni një tundim dhe keni një smundje, mos u shqetësoni. Përkundrazi, gëzoni. Zoti po merret me ty. Zoti po përgatit kuror për ty. Zoti do t'jap një shpërblim. Ashtu si një mësuesi merret me nxënësin e mirë që jep dhe një detyrë plus asaj që kanë klasë, kështu dhe Zoti na jep disa vështirësi neve kur jemi besimtar, që jo vetëm neve të përparojmë
në besim, në shpresë dhe në dashuri, në këto 3 virtute kryesore, por ne të vuajmë dhe për të tjerët. I keqi me zimban vuajtjet e vet, ajo të mbaj vuajtjet e tjerëve. I miri vuan. Pse thoni i miri vuan? Sepse ai vuan nga padrejtia, po vuan dhe për të keqin. Se ndryshe do ishte prishur bota. Edhe në shtëpi, ai që është më i mirë, ai vuan. Ai e mban barën më të madhe. Edhe në shoqëri. Dhe në këtë shoqëri ne të krishterët jemi kripa e botës, drita e njerëzimit. Jemi bitë e Perëndis, prandaj dhe ne vuajmë që të mbajmë botën mos prishet. Siç ishin ta martirët që u sakrifikuan për lavdinë e Krishtit, për nderin e kishës, por edhe për besimtar, por dhe për botën. Në qoftë se nuk do ketë shenjtor tani edhe në botë, bota do prishet në këtë çast. Po që nga që ka shenjtor që vuajnë për padrejtësitë e botës, atëherë bota mbetet gjallë. Prandaj kështu duhet të kuptojmë këto gjëra. Nuk ka parajs pa kalu nga rruga e kryqit. Prandaj të mbajmë kryqin që na jep Zoti, dhe nuk na jep Zoti një kryq më tepër se ne që mbajmë. Secili prej nesh ka kryqin e vet. Por le të flasim në fund edhe për diçka tjetër. Neve të krishterë ortodoks na jepet deri më i madh, që nuk i jepet asnjë lloj krijese tjetër, qellore, toksore. Çfarë na jepet neve? Na jepet bashkimi unik me Krishtin nëpërmjet misterit më të madh që ka krijuar Krishti në tokë, kungatën hynore ose falënderimin hynor. Ëngjët nuk e marrin dot kungatën. Njerëzit se marrin. Ne të krishterët ortodoks ne e marrim. Atë që na e prifti, që thot me frikë, besë dhe dashuri afroni. Kungohet shërbëtori i Perëndis me trupin dhe me gjakun e Krishtit për ndjesën e mëkatit. Çfarë ndodh në këtë moment? Çfarë bëjmë ne në kishë? Ne nuk kam përshesh bukë me verë. Ne çojmë bukë me verë, po ajo është shndruar në altaret e kishës me lutjet e kishës nga Perëndia Ati me anë të birë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë në trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe është zjarri aty brenda, zjarri hynor, Krishti që ishte në malin Tabor si dielli, kështu është dhe atje në potir, të cilin kur e marrim ne marrim zjarr, dhe kungohemi me zjarr dhe bëhemi të zjarrt, siç thotë dhe Shën Joan Gojarti, që po ta dinë krishterët çfarë ju ndodh kur kungohen, që ata bëjnë si luan zjarri, që nxjerrin zjarr nga goja, asnjë demon thot nuk i afrohet. Edhe thot dhe djalli vet, në qoftë se krishterët thot do ta mbajnë atë që marrin në kishë, pra kungatën, të pastër dhe mos ta largojnë prap Krishtin me mëkate, asnjë nga ne nuk i prek. Pse preken të krishterët? Pse vuajnë të krishterët? Pse kanë gjendje depresive të krishterët? Është paradoks. Ti je i krishterë, ti je depresiv. Jo. Atëre, ku është Krishti? Krishti aty është, po ku je ti? Sa kohë ke pa kunguar? Pse nuk shkon të kungohesh? Kanonet e kishë thot 3 të diela pa kungat, je euforizuar nga kisha dhe djalli merr pushtet mbi ty. Jo 3 të diela, por ne 3 muaj, 1 vit, 3 vjet, mos e gjithë jeta. Edhe thejmë pasaj, pse na ndodhin këto? Po ti s'bashkohesh me Krishtin. Ti nuk ushqehesh nga Krishti. Atëherë, si do shpërparosh ti, si do t'i përballosh ti luftën, sfidat, tundimet, demonët, kur s'ke fuqi? Një njeri që s'ushqehet, si mund të eci, si mund të punoj, ai putet në mes. Kështu edhe neve, ku nuk kungohemi rregullisht, ne humbim fuqinë. Dhe kur kungohemi, ne bëhemi të zjarrt, ne bëhemi si Krishti. Dhe fundi i bisedës, sepse kjo është një temë që mund të hap shumë, po për shkak të minutazhit, shoqëria sot kërkon një metamorfozë tjetër, një shpërfytyrim tjetër. Kush është? Sot është trendi i makijazhit. Do me thënë ku njerëzit sot i kanë dhënë kaq shumë rëndësi makijazhit, ndryshimit të fytyrës, të flokëve, të formave tjera, të trupit, të gjitha estetika që quhet sot, sa po ndryshon dhe fytyrën, po ndryshon dhe trupin, nuk e njohin veten tyre pasqyrë, nuk e njeh burri gruan dhe gruaja burrin, kur del nga një qendër estetike. Dhe ju duket kjo se kjo është arritje. Pra, me para që ka, dikush mund bëhet i përsosur. Por, kjo është një gënjeshtër e madhe, sepse njeriu sado që të ketë para dhe të shkoj dhe të bëj estetik, pra të kuroj fytyrën dhe trupin e vet, trupi pas disa vitesh
do të kalbet se do të shkojnë në dhe. Jeta e njeriut është si lulja e barit. Lulja lulëzon në mëngjes, pastaj del dielli, thahet, bëhet kasht edhe mbaron. Kështu kanë ikur trupat e njerëzve, dhe atyre të bukurve, dhe atyre të shëmtuarve, dhe ne nuk shikojmë një. Këtu poshtë në këtë kish ka shumë eshtra. Kanë qenë trupa si trupat tanë, po ku janë? Kështu dhe trupat tanë, që ne i bëjmë kaq shumë, kujdesimi kaq shumë, dhe ata do humbin një ditë. Prandaj, nuk është metamorfoza, shpërfytyrimi ynë që ne të bëjmë këto makjazhe. Madje këto janë të dënuara, sepse ne i themi Perëndis që ti na ke bërë çik si të shëmtuar. Na ke lënë disa gjëra pa bërë, disa qerpik, disa nishane, disa bust të fryra që më tepër, disa forma më shumë, s'na i ke bërë mirë. Pra ne fyem artin e Zotit. Zoti na ka bërë ne si kryevepër. Secili prej nesh është një kryevepër, sepse është i veçantë. Dhe ri ashtu siç ka bërë Zoti. Në qoftë se ke diçka që të pengon në jetën normale dhe si them është diçka e lindur, është një aksident, si më themi, mutacion, po, mund të ndrymë dhe nga ana estetike, po jo thjesht për disa gjëra elementare që sot është bërë dhe një trend kaq i madh, kjo është qesharake. Prandaj, çfarë duhet të transformojmë ne krishterët? Fytyrën, trupin? Jo. Por shpirtin. Kjo është e rëndësishme, sepse shpirti jep jetë trupit, thot Krishti. Dhe trupi nuk ka asnjë vlerë pa shpirtin. Çfarë vlerë ke të kesh një fytyrë të bukur dhe një trup të rregull kur e shpirtin e ke bloz? E ke mbushur me pasione, me mëkate, me erë të keqe, me demon. Ashtu si dikush që mendon se është i shëndetshëm dhe shkon bën një radiografi, bën një, siç kanë sot teknologjia që të kontrollon, bën një skaner dhe aty del kancer. Dhe ti skandalize, thu, si ka mundësi unë nga jashtë dukem komplet i shëndosh, unë s'ndi asgjë, po e ke brenda të keqen, dhe pastaj të bien puplat, dhe thua, iku jeta. Dhe nuk të shkon mendja as, jo më të lyeshet për lyesh, por as të kryesh, as kujdeset, sepse ke hall me jetën. Kështu pra është kanceri i shpirtit që është mëkati. Po njerëzit sot nuk e ndin që kush është mëkati, nuk e ndjejnë mëkatin, se janë zhytur në mëkat. Madje kur i thuaj që kjo është mëkat, ata thonë jo, kjo është normale, të vjedhësh pak, të gënjesh pak, të rrathosh pak. Kështu bëjnë gjithë, se mos bëjnë dhe ne, pse budallaj jam unë? Jo, Krishti thotë mos vjedh, mos gënje, mos tradhto, mos bashkjeto, mos kurvëro, mos lakmo. Pra janë gjëra që i ka vendosur Zoti. Dhe kështu pra neve duhet transformojmë zemrën. Kur zemra transformohet me besim, me pendim, me rrëfim, me lot, ajo bëhet si një pasqyrë që reflekton Zotin. Ne nuk kemi dritë. Dëgjoni shumë të marr sot që flasin për energji. Njerëzit kanë energji këtu, energji atje, unë prodhoj energji, edhe del një dhe shkojnë, sa të tjerë shkojnë mbas atij. U bë bota me të marr. Më përpara këta duhet i mbyllin për psikiatrira. Kurse sot këta dalin si njerëz që kanë dije. Njeriu nuk ka energji. Njeriu mbart energji. Pra, ne nuk kemi dritë. Dritë ka vetëm Zoti. Ne mbartim dritën, por si ajo pasqyra që po nuk u pastrua, po ishte me lyrë, po ishte e veshur, nuk e përçon dritën, duhet ta pastrosh që atë përçoj dritën, kështu bëhet edhe zemra e njeriu. Zemra e njeriu duhet pastrohet. Kur pastrohet zemra e njeriu, atëherë ti e pasqyron dritën e Zotit. Siç e kemi të jetë shenjtorëve, që ashtu si Krishti që u shpërfituruan dhe ata. U bën dhe ata, ju mori fytyra atyre dritë, siç e kemi për shembull jetën e Shën Serafimit ose të shenjtorëve të tjerë, që edhe gjatë jetës dhe në fund të jetës tyre. Prandaj, shpërfytyrimi ose metamorfoza e Krishtit është një ftesë për çdo krishter që ecën në dritën e Krishtit. Ajo si ngjarje na mëson se lavdia nuk fitohet pa kryqin, se soditja lind nga lutja, soditja e Perëndis, dhe se qëllimi i jetës së krishterë është bashkimi me Perëndin nëpërmjet hirit të tij. Kisha nuk e kujton Taborin vetëm si një ngjarje të skaluarës, por si një realitet që vazhdon në jetën liturgjike dhe asketike të saj. Çdo besimtar është thirrur të dëgjojë zërin e Atit. Ky është biri im i dashur, atë dëgjojeni. Pra, ne do dëgjojmë Krishtin, do zbatojmë porositë e Krishtit, sepse kjo është për shpëtimin ton,
është për lavdin ton, është për përfytyrimin ton, metamorfozën ton, që thuhet atje në Bibël. Dhe të drejtë thot, do shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Perëndis. Amin.